Të shtojnë negociatat, Kanadaja kërcënon Shtetet e Bashkuara se do t'i përgjigjet në të njëjtën monedhë. Kanadaja ka pezulluar negociatat tregtare me Shtetet e Bashkuara pasi bisedimet për një marrëveshje të re dështuan në minutat e fundit. Kryeministri Mark Carney deklaroi se ndryshimet e fundit propozuar nga administrata Trump ishin pa drejta dhe nuk garantonin një marrëveshje të besueshme. Ai paremëroi se Kanadaja do të përgjigjet tarifave amerikane me masa reciproke dollar për dollar. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara kanë vendosur tarifa deri në 50% për mallat kanadeze, përfshirë produktet e qumshit, verën, qimenton, veshjet dhe pajisjet e okejt. Masat i shtohen tarifave ekzistuese ndaj qelikut, aluminit, automjeteve dhe drurit. Gjatë negociatave të dyja palët kishin diskutuar uljen e tarifave për qelikun dhe aluminin kanadez nga 50% dhe për automjetet nga 25%. Përfaqësuesi tregtar amerikan Jamieson Greer akuzoi Kanadan se refuzoi të finalizonte marrëveshjen dhe paremëroi se Washingtoni do të reagojë ndaj çdo kundër tarife. Kompanitë amerikane dhe kanadeze kanë bërë thirrje për një marrëveshje duke paremëruar se tarifat më të larta mund të dëmtojnë të dy ekonomitë. Dhoma amerikane e tregtisë ka paremëruar se tarifat do të rrisin kostot për familjet amerikane, do ndërpresin më tej zinxhirët e furnizimit dhe do rrezikojnë miliona vende pune që varen nga tregtia mes vendeve të Amerikës së Veriut. Në një reagim të tij, Trump tha se Kanadaja po sillet sikur të ishte shtet i Shteteve të Bashkuara.